agresion ndaj vendit tonë. A është lista srpska organizatë terroriste, zoti Kurti? Edhe a duhet të shpallet organizatë terroriste? Se me që edhe kjo ka qenë temë diskutimi, por edhe nëse i referohem Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, edhe vendimit që është marrë aty, por edhe të kaluarës kur PZAP-i e kishte kthyer me një farë forme atë vendimin në pikën 0. Lista sërbe është parti politike. Kemi pas 2 organizata ndërkombëtare, organizata serbe, të cilët ne i kemi shpallur organizata terroriste, e të cilët ndërkombëtarët nuk i kanë shpallur organizata terroriste. Civilna Zashtita dhe Brigada e Veriore. Mbrojtja civile dhe Brigada Veriore janë shpallur nga Qeveria e Republikës Kosovës, janë shpallur organizata terroriste, por ne kemi kërkuar nga partnerët edhe miqtë tonë që edhe ata të shpallin organizata terroriste, por nuk e kanë bërë. Pra a shihni ku kemi një dallim me aleatët tonë, edhe evropianë edhe amerikanë. Ata nuk i kanë shpallur organizata terroriste këto që kemi shpallur ne. Dhe unë besoj që ne e kemi mirë. Nëse mbani mend, në fund të qershorit